Pra, do më thënë ty t'jep satisfaksion edhe transformimi, që dikur gjen vedin, gjen stilin që... Kur ti merr fjalë të mira nga klientela, kjo është pjesa që mua motivon të mos heq dorë asnjëherë nga kjo. Konkurrencën unë e kam me veten, Xhulian. Duhet të jem gjithmonë më mirë. E kam një ego time personale që gjithmonë mundohem të përmirësohem. Si mendoje ti se ishte mëmësia? Nuk e di. Ndryshoka kështu pa prit pa mendu. Mendoj që kam ndryshuar shumë pas lindjes gocës. Shkoni te Glo përveç njerëzve të mirë, do gjeni rroba të bukura. Të ndryshosh, po brenda kufijve këtu. Do të thënë stilin e bën ti vet, nuk të bën veshja aty. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Përshëndetje, mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam një ndër njerëzit që më ka suportuar në fillimet e mia, Manuela Durgaj, drejtuese e Glow Fashion Albania. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit, Xhulia, mirë se gjeta. Manuel, unë jam kurioz me ditë gjithmonë fillimet. Si të erdhi ideja me hap një dyqan rrobash, edhe pse pikërisht për femrat? Në fillim ka lind si një dëshirë për të pas diçka timen. Normalisht për veshje, pasi isha një ndër persona që shpenzoja ekstrem shumë për rroba dhe normalisht prandaj fillova dhe për goca. Duke u bazuar, duke filluar nga vetja ime si fillim. Mendoj që kam lindur për shitje. Këtë mendoj, kam punuar shumë vite në shitje përpara se të hapja dyqanin dhe e kisha me shumë qef. Mendoj që gjërat kur i fillon me shumë qef, Xhulio, rezultojnë suksesshme. Cilat kanë qenë sfidat e para? Normalisht fillimi është i vështirë, mos se bëjmë fush me lule. Përveç se është i vështirë, ti ke shumë mendime në kokën tënde, a do eci, a do funksionoj, janë ato frikrat e vogla, por që po ju përkushtove diçkaje, funksionon shumë mirë. Të kuptoj. Po nga ana e, si më thënë, si femën në biznes, a ke pas vështirësi tuja, a ke pas pengesa? Fillimet po, janë. Po flasim para 11 viteve, ka qenë qik më e vështirë të ishe femër në biznes. Kohët e fundit femra ka goxhat suksesshme në biznese dhe bëhet qefi madje për këtë gjën, po fillimet nuk kanë qenë aq të kollajta dihet për çdo femër në biznes. Që thonë njerëz të afërt, për shkak shoqënia e tjerë, kur i tha që kam do menjen me bëj biznes? Unë përgjithësi nuk parindaj shumë gjërat pa i bërë. Domethënë i tregoj shumë nga fundi sepse nuk dua të më fiket ajo dëshira ime. Normalisht e shikoja edhe në sytë e disave që mendonin që se s'do zgjasi shumë. Por që ose këto frikat ku e hapi, si e hapi janë, domethënë fillimet, por që kaluan edhe realisht njerëzit e afërt më kanë suportuar gjithë. Mos e mohoj. Edhe mendoj që me punë ju kthem përgjigje gjithëve se për dyshimet që kanë pasur, domethënë. Po. Manuel, ç'a të frymëzoi për me hap si biznes? Përveç dëshirës që, si më thënë, se në përgjithësi si përmarrësit hapin diçka që e kërkojnë vetë. Ndoshta se gjajnë ose se gjajnë fikse e kërkojnë. Po ty ç'a të frymëzoi, ç'a të shtyvi? Thash, veshjet e para ishte që vetë shpenzoja ekstrem dhe doja diçka time, doja atë që unë e vesh të frymëzoj të tjerët, atë stilin tim t'ja sugjeroja dhe të tjerëve. Normalisht për të ardhura më të shumta, dihet se biznesi fillon edhe nga kjo, të mos bëjmë sikur. Edhe dëshira për të pas punën time, gjën time, për të dhënë maksimumin tim shitje, po për një gjë timen. Dhe mendoj që më mirë se në veshje nuk e shikoja veten diku tjetër. Kuptoj. Kur ishin momentet e para që the, m'duket se po funksionoka ky biznesi? Fillimi ka qenë mirë për mua kur kam filluar. Thjesht pastaj më ka kapur frika që fillimet janë të mira, po duhet dish ti mbash. Domethënë më ka kapur pastaj frika që duhet dish ta mbash gjën sa më mirë, që të mos e kesh afat shkurtë, të punosh për
për punën që të jetë sa më e gjatë dhe sa më funksionale. Kjo ka qenë frika ime më e madhe, që nuk doja të gaboja diku që të dështoja. Domethënë gjithmonë kësaj i ruesha. Por fillimet i kam pasur të mira. Pastaj gjatë procesit ke ato ulje ngritjet e tua, siç ka çdo biznes. Nuk ka biznes që funksionon 100% në 10 vitet e saj maksimum, por që ti mundohesh të gjesh gjithmonë diçka për ta ndryshuar, për ta bërë për të qenë më mirë. Po te pjesa stafit, se shumë supermarkets kanë problem pjesën e delegimit, se ban kush punën si e bajon etj. Si e ke zgjill këtë pjesën? Në fillim edhe unë kam pasur shumë problem këtë pjesën, por nëse nuk delegon punë, jo të gjitha i bën vetë. Unë vetë kam esur gjithmonë me parimin që stafi duhet jetë shumë komod dhe shumë friendly, të ketë një kontakt shumë të mirë me mua, që puna të shkoj mirë. Nuk kam qenë asnjëherë ai personi strikt që punojnë si është punojës dhe duhet bëj atë punën, jo. Mendoj që punojmë si skuadër, gjithë bashkë, dhe të gjitha gjërat i ndajmë bashkë. Do të thënë, nuk është që biznesi im ka funksionuar, nuk është vetëm fal meje, është fal një stafi shumë të mirë, që të ndihmojnë të rritesh sa më shumë. Shoh që investon shumë për pjesën marketingut, me shpjegu jo vetëm produktet, po i ndihmon njerëzit edhe i edukon edhe për stilin personal. Pse venose me u fut edhe te edukimi, pse nuk u mjaftove vetëm me shitjet, po themi? Tregu digital po ndryshon shumë. Mendoj që njerëzit sa më shumë ti informosh për atë gjën që ti bën, aq më mirë është. Fillime ka filluar në dyqan me klientët e mia që ti sugjeron diçka, pse jo dhe online, pasi ne punojmë shumë online, kemi goxha klientel që nuk e kemi kontaktin e drejt për drejt me to si në dyqan, dhe pse mos i ndash infot dhe me ato. Besoj ke pas një vizion kur e ke nis. Atë ka ndryshuar se atë është përmirësu vizioni rrugës apo thjesht i përmajt një ide që ke pas qysh në fillim? Vizioni im i parë ka qenë që doja klientelën time të mos e humbisjen. Ato klientë që ishin pak, po të ishin të sakt dhe ti kisha gjatë në rrugtimin tim. Unë kam klienta që i njoh 11 vite që nuk i kam besnik dhe nuk më tradhtojnë thojza. Kjo ka qenë dhe doja që çdo klienti imi të ndaj i kënaqur. Në momentin që ndahet i kënaqur, ai përhap fjalën e mirë. Ky ka qenë vizioni im që kam dashur gjithmonë. Mund duash të rritesh shumë, bësh disa pika, po mendoj që më mirë të japësh maksimumin në një gjë, se sa të shpërndahesh në shumë gjëra, dhe të jesh e mesme. Ky ka qenë vizioni im, që klientelën time ta kem të kënaqur dhe jo vetëm të shes për momentin. Kësa jam përmbajtur gjithmonë. Po, si më thonë, që bën ti ndrysh prej, po themi, bizneseve tjera, që shesin rroba që e mojnë klientelën të ti? Pse rrinë të ti? Jo thjesht që janë të kënaqur, po si më thonë, ti a i shet thjesht i produkt, a është eksperienca që kanë të dyqani? Gjitha, Gjulio. Edhe eksperienca. Normalisht, thash, klientela kur vjen të unë, dyqane ka pa fund, po duhet ndjetë komode me shërbimin, me një mendim nëse duam të ndajmë me njëra tjetrën, një sugjerim për të ndryshuar diçka nga stili tyre. Kam shumë kliente që kanë qenë në një stil caktuar dhe kanë ndryshuar shumë vështirë stil, ama në momentin që kanë ndryshuar e ndjerë komod. Dhe mua kjo më jep një kënaqësi të papame, që ti nuk bën vetëm shitjen, po merr edhe atë pjesën tjetër të klientelës, kënaqësinë tjetër që jo vetëm shite. Edhe kjo gjëja bën që ti të kesh një marrëdhënie ndryshe me to. Pra, do më thonë, ty t'jep satisfaksion edhe transformimi, që dikur gjanë vedin, gjanë stilin që... Normalisht. Kur ti merr fjalë të mira nga klientela, kjo është pjesa që mua më motivon të mos heq dorë asnjëherë nga kjo punë. Këshilla më e vlefshme që ke marrë, në biznes ose personale, që ndoshta të ka animu shumë? Ka shumë që më thojnë vazhdo kështu se je në rregull, por që kjo gjëja nuk është aq në rregull, sepse duhet gjatë gjithë kohës ti të përmirësohesh, të ndryshosh diçka në punën tënde për më të mirën, për të ofruar gjithmonë më të mirën në dyqan. Pra dikush ndoshta don me të motivu, edhe ka shumë mirë që thotë vazhdesi në rregull, po do të më pas kujdes edhe prej këshillave në thojza të mira. Normalisht.
nuk duhet të kënaqesh me atë që je në rregull tani dhe duhet të rrim këtu. Tregu ndryshon çdo ditë, çdo gjë ndryshon çdo ditë dhe ti duhet të jesh sa më gati për ndryshimet e tregut. Kuptoj. Sa ndikon moda, sa ndikon stili personal në vet, si më thënë, mirëqenie, edhe mentale, edhe emocionale. Moda ndryshon, por ne nuk ecim gjatë gjithë kohës me ndryshimet e modës, Gjulio. Ka ca gjëra që janë bazike, nuk i ndryshon dot. Ose më sa klientela ime është dedikuar e fokusuar dhe janë ca gjëra që nuk i pranon dot si ndryshime. Normalisht mbi të gjitha në dyqan ka qenë parimi që ti t'jesh gjithmonë komode, t'jesh rehat dhe jo duke ndjek modën dhe mos jesh komode me veten, siç e kam theksuar në shumë video që kemi bërë, mendoj që kryesorja është t'jesh vetja, t'jesh vetvetja në gjithë gjën që ti vesh, që kombinon, që të ndryshosh, po brenda kufijve tu. Do me thënë, stilin e bën ti vet, nuk të bën veshja ty. Unë mund të ofroj shumë gjëra, por nëse nuk është brenda kornizave tua, nuk je rahat. Kështu që gjithmonë mundohem të kem atë gjën që njerëzit jenë komod, rahat dhe brenda stilit tyre. Super. Cilat janë disa gabime që bajnë gratë në stil, për shembull? Një ndër gabimet është kjo, që duke ndjekur modën, ti del nga ajo e jotja, nga ai stili jot. Duhet jetë e alternuar, mendoj deri diku. Nuk mundet, nëse unë e kam stilin casual, të kaloj në veshje, po them se është moda tani në klasike gjatë gjithë kohës, po marr si shembull. Gjithmonë duhet jetë deri diku e alternuar. Gjatë bashkëpunimit ton, tim ke shkrujt, si më thanë, Gjulja kam këtë idin, orarët ndryshme. Edhe shof që nuk nalesh asnjëherë, tankohen. Sa orë në ditë punon? A punon me një orar, apo je tankohen kështu? Në biznes tëndi nuk punohet me orar, mendoj unë. Okay. Ti mund të pushosh gjithë ditën dhe të vinë ca ide në dark dhe ku diun, mendon gjatë dhe të nesërmën fillon të ndryshosh. Mendoj që puna jote nuk ka orar. Ti mund të kesh atë lirshmërinë për të pushuar sot, sepse e ke punën tënde, ama nuk e ke çdo ditë atë luks. A është biznesi deri diku si me kanë të rrit një fëmijë? Po, është shumë e vërtetë. Më thënë, unë mbaj mend në 11 vite të Glowt, ka pas shumë ndryshime dhe ti kujdesesh për të në shumë detaje që fiksi ai fëmijë i vogël që nuk do të jetë sa më mirë. Dhe normalisht kur ti harxhon energji në një punë, do të marrësh më të mirën. Kuptoj. Super. Po stilin tënd personal, si do ta përshkruaje? Gjithmonë në stilin tim personal mundohem, andoj pak nga klasikja, por gjithmonë brenda atyre kornizave që të ndjehem sa më rehat, sa më komode dhe të mos fik atë energjinë time, domethënë të jem e veshur, por mbi të gjitha shumë rehat me veten time. Si ke përballu sfidat e tregut, edhe të konkurrencës? A ke majtë kështu një sy nga konkurrenca, apo ke pa vetëm punën tënde, si më thonë, të shtu shërbime, të shtu... Mund të them 70 me 30, 70% unë ndjek atë linjën time, një 30% mund ja hedh një sy tregut, se si ndryshon, se çfarë rrotulliset rreth e për qark, po pjesën më të madhe thash jam munduar të ndërtoj atë stilin tim, klientelën time dhe të më ndjekin mua për gjën që unë ofroj. Konkurrencën unë e kam me veten, Gjulio, domethënë duhet të jem gjithmonë më mirë. Domethënë kam një ego time personale që gjithmonë mundohem të përmirësohem. Me që më përmene egon, se shumë veta thojnë egoja është e keqe. Jo, nuk është e keqe, Gjulio. Egoja mendoj që të bën të ecësh përpara, kur ti ke ego me veten, s'ke pse ta kesh egon me tjerët, e ke me veten tënde. Që sot je këtu, nesër do të shkosh, ke pritshmëri, pret më shumë nga vetja. Mendoj që kjo nuk është e keqe, për mua jo. Te networku, te rrjeti i kontakteve, sa i rëndësishëm është për një biznes, edhe specifikisht për ty? Shumë i rëndësishëm. Thash, tregu po ndryshon goxha, sidomos në botën digjitale, është mendoj baza. Më thënë, ne i kushtojmë goxha vëmendje pjesës marketingut dhe kontenteve
sepse ajo më sjell mua, më lehtëson shumë punën time në dyqan. Është kjo që sjell një lirshmëri tjetër, e prezanton më së miri punën time. Më the që në biznes nuk pushon asnjëherë. Po gjithsesi ne kena jetë personale dhe profesionale. Si i balancon ti këto dyja? Mundohem t'i balancoj, nuk e bëj gjithmonë. Okay. Ka pika që ngatrohesh me këtë pjesë, por që thash biznesit ha goxha kohë. Tani për shembull që jam me gocën, mundohem ta menaxhoj sa më mirë sepse nuk dua t'i ha gocës time kohën e saj. Mundohem të gjej një balancë. Po në fillimet tuaja, sa përqind ka kanë koha për biznesin, edhe sa përqind për veten? 90% për biznesin, pjesë shumë e vogël për veten. Okay. Se janë fillimet, ke energji një më e vogël, jep maksimumin. Prandaj mendoj që kam pas pak më ndryshe në fillime. Tani mundohem ta balancoj më shumë. Fillime shpenzoja shumë më kohë për biznesin. Shoh shumë të ri online që dojnë me u bë të pasur ose me ecë biznesi për 3 muaj. Nuk funksionon, mendoj unë. Biznesi do shumë që t'jetë afat gjatë dhe të kesh jetë gjatësi, mendoj që puna merret avash. Gjithmonë kam qenë me këtë që një punë shumë afat shkurtër, do të thënë shumë me fitime shumë të mëdha për një afat shumë të shkurtër, është afat shkurtër dhe si biznes. Mendoj që nëse ti punon avash, rezultatet janë jetë gjate dhe zgjasin shumë më mirë se kuptoj. Mendimi im gjithmonë kam ecur me këtë parim. Ndoshta ka dhe biznese që funksionon edhe për 3 muaj, po. Kuptoj. Sa të janë dashti mesatërisht, sa kohë, sa muaj ose sa vite për me u stabilizu pak si biznes, mani me fillu me gjeneru ndoshta një lloj fitimit. Është një shprehje që punon ti për emrin, pastaj punon në emrin për ty. Ka qenë si shprehje që unë e kam pasur gjithmonë kur trajnohesha, ma thonin, edhe mendoj që funksionon. Unë në fillim e kam punuar shumë që të ndërtoj emrin tim, të njerëzit të adresohen tek Ela Glowt, jo vetëm te një dyqan që ndodhet në komunë. Doja që klientela ime të specifikoj ku e ke bler këtë, e kam bler te Glow. Normalisht më është dashur punë, vazhdoj të më duhet akoma punë, ka goxha, se tregu tham po ndryshon shumë. Duhet gjatë gjithë kohës të jesh aktive për ndryshimet, por 2 vitet e para nuk kanë qenë të kollajta, dihet. Kuptoj. Përmend faktin që njerëzit dojnë me punu me ty, me Manuelen e Glowt. A ke pas vështirësi që me i bën njerëzit me punu me stafin tënë, se ndoshta jo gjithmonë ke mujt me kanë prezente? Prandaj thash që duhet punosh shumë që të kesh një staf shumë të mirë, sepse klientela duhet ndjehet shumë komode. Mund të duan Elën, është shumë e vërtetë ajo, por që kur nuk jam unë, të paktën duhet gjejnë shumë El brenda në dyqan, dhe këtë e bën stafi. E kuptova. Përmend pak pjesën e trajnimeve. Sa kohë shpenzon ti për me u zhvillu personalisht apo profesionalisht? Shpenzoj goxha. Do të thënë, thash, unë kam punuar shumë vite në shitje, edhe përpara se të hapja dyqanin, kam goxha baza të forta në fillimet e mia. Por mundohem goxha të ndjek trajnimet sepse tregu ndryshon çdo ditë dhe nga dia nuk ke asnjëherë humbje, sidomos në biznes. Kuptova. Cilat janë disa elemente që me synin tanë si sipërmarrëse duhet me i pas një sipërmarrëse e suksesshme? Dikush që dën me hap një biznes, ta din përpara që këto skills më duhen ose këto aftësi. E para mendoj që është durimi. Që një biznes të funksionojë do shumë durim, do konsistencë, do punë të vazhdueshme, nuk do të dorëzohesh. Nëse ti dorëzohesh, ndoshta po dorëzohesh në limitet kur ajo gjëja po fillon të funksionojë. Dhe edhe kur je duke dështuar, ajo që ty të bën të ngrihesh në këmbë është besimi që ti ke tek vetja, mendoj unë. Dhe po i ke këto, nuk ka ku shkon pa funksionuar. Dhe po ke normalisht dëshirën për të bërë atë gjën. Që të funksionojë diçka duhet ta dua shumë. Unë e dua shumë punën time dhe prandaj mendoj që më ka funksionuar. Dhe në ditët e mia të vështira të biznesit, dëshira që kam pasur për të funksionuar kjo gjë më ka bërë që të mos dorëzohem. Ti e ke ndërtu biznesin vet. Po biznesi atë ka ndërtu ty si njeri, si profesioniste? Shumë. Thash, në punë duhet kesh mbi gjitha durim,
Por kjo punë më ka kalitur më shumë durimin se ç'duhet dhe normalisht edhe jam pjekur dhe jam rrit me këtë punë. Mendoj që edhe siç është rrit ai biznesi, si ai fëmijë i vogël, jam rrit edhe unë bashkë me biznesin. Tash kam një pyetje kështu, është pak kështu, pyetja e preferuar. Ajër. Manuel, je përballë pasqyrës. Edhe shikon veten tane para 11 vitesh, ato ditë e parë kur ke nis biznesin. Edhe ajo po të shikon ty, sot një femër arritur, e suksesshme në biznes, kliente që i ke ndryshu jetën, se kur i ndryshon mënyrën si ndjehen edhe si paraqiten, i ka ndryshu komplet jeta. Pra ke bë disa arritje. Edhe Manuela po të shikon ty para 11 vitesh. Qa mendon se do të thoshte? Qa do mendonte ajo? Mendoj që do më thoshte bravo, sepse unë për momentin ndihem shumë e plotësuar me veten, me punën, me familjen. E mira nuk ka fund, por jam shumë falendëruese të gjitha gjërave dhe jetës që kam për momentin. Po ti, qa do i thoshe, Manuels? Do i thosha që ke qenë një goxha me komgulse në fillimet e saj dhe bravo që nga komgulja që ke pasur, je këtu ku je sot. Super. Dhe je lumtur mbi gjitha, se gjithë në fund duam që t'jemi të suksesshëm, por dhe të lumtur. Super. Cilat janë metodat tuaja për me majtë stafin të motivuar? Puna në grup. Kemi punuar gjithmonë në grup dhe sukseset e dyqanit kanë qenë sukseset tona. Normalisht janë edhe benefitet e tjera të punës, dihet si që janë pagat, bonuset, gjitha, por puna në grup, ne punojmë si skuadër, nuk punojmë që jam unë shefja dhe ju punoni për mua. Dhe ajo gjëja i ka bërë që t'jemi si një familje me njëra tjetrën. Unë di që ti shkon personalisht në shtetet ndryshme për me pa, si më thanë, robat, për me marrë furnizimin, me pa vetë materialin e tjerë. Pse vazhdon ala me baj këtë gjë? Pse nuk thjesht dërgon dikë me bë si punë? Nuk e bën dot. Mendoj që kjo është pika ime e fortë, që mundohem gjejt ca gjëra që ti nuk i kap dot. Që i kap Ela, do të thënë i ndryshon Ela, i merr Ela dhe i bën Ela në të stilin e vet. Por këtë gjë mendoj që për këtë lodhem që shkoj vet. Të kuptoj. Te pjesa e stilit, sa stil kanë shqiptarët? Në krahasim se me që ke... Se këtu duhet mos prek shumë se fillojnë komentet. Se me që ullton shumë në shtetet ndryshme, shikon edhe në përmjet rrjeteve sociale i studion, edhe për shkak të punës. Po Shqipënia në krahasim me vende tjera, ku jena me stilin personal? Thujt vërtetën. Jashtë mendoj që njerëzit vishen çik më thjesht, i kushtojnë vëmendje materialeve. Shqipëri gocat mendoj që vishen shumë bukur. Ke goca që kanë shumë stil. Ke edhe nga ato që normalisht, siç themi, i përzin çik stilet, nuk ngatrojnë stilet e ditës me të mbasdites ose me eventet ndryshme, por që në përgjithësi shqiptarët shpenzojnë goxha për veshje. Me qena të komentet. Ti i edukon njerëzit. Kjo është mirë me vesh, kjo nuk është mirë me vesh, kjo është e përshtatshme, gjaj një veshje që i përshtatet stilit tanë edhe të ban më undi mirë, edhe prap dalin njerëz që bajnë një koment kështu. Si e ke raportin me komentet? Nuk e vras shumë mendjen, Gjulio. Gjithmonë do ketë njerëz që do kundërshtojnë atë që thua ti, dhe nuk i vë shumë vëmendje. Normalisht do kesh edhe komente pozitive dhe negative. Nuk ka se si të kesh vetëm komente pozitive. Gjithmonë do dali. Po janë këto që ti motivohesh më shumë. Nuk më bën përshtypje. Kuptova. Më kujtova i pyetje tjetër. Atë motivon më shumë nëse thot dikush nuk mund t'ja dalësh apo nëse thot mund t'ja dalësh? Kur më thon nuk mund t'ja dalësh, aty e kam sfidë me veten. Dhe e bëj maksimumin që t'ja dal. E kam ego personale, nuk e ndryshoj dot. Manuela, do të çoj në vitet e ardhshme, 18 vite më pas, nga ky moment që jemi bashkë. Bravo. Jemi vajzën në butik. Kam thënë unë atë do e bëj biznesmene. Do e angazhoj që të vogël që të ketë frymën e sipërmarrjes. Do jeni për shopping këtë herë. Po. Kush nga ju do provoj më shumë rroba? Ti apo vajza? Mendoj që goca.
Kush do e paguaj faturën në fund? E bukur kjo. Ja, këtë se kisha pritur. Mendoj që unë, 18 vjeçë është akoma... Okej. A do i thuash ndonjëherë vajzës, jo këtë sepse është shumë e shkurtër? Po. Jam pak strikte në ca gjëra. Okej. Do e lësh vajzën të zgjedh vetë apo do përfundosh duke thënë, prit ta shoh unë një herë? Jo, mendoj që do e lë zgjell, një 90%, një 10% mund t'i ndërhyj. Kur ajo të thot, mami të lutem mos dil në story, çfarë do bësh ti? Nuk e di. Sa të pa përgatitur. Po me gjën kjo. Ja situata që të ndodhin. Prandaj po. Ata mendojmë bashk. Nëse ajo të thot, ajo po bën një story në një dyqan, në një pasqyrë dhe ti ja të thot mami një sekond se dua të dalun. S'ka gjë, do largohem. Janë ato të adoleshencës, mendoj, qefet e... A do kesh ende dëshirë për të veshur si vajzë atëherë apo do të dorëzohesh me fjalinë duke thënë këto janë për të rejat? Unë, Po. mendoj që çdo gjë është me moshë. Dhe mendoj që me moshën time do ndryshoj edhe stili. Do me thënë nuk është se do veshësh ndonjëherë rrobat e vajzës tënde fshehura si kështu si 2 motra. Nuk e besoj. Okej. Dhe kush do dalin në fund nga dyqani me më shumë çanta? Goca. Goca. Unë në përgjithësi jam njeri që nuk shpenzoj unë personalisht tani për rrë. Ndryshon kur hapën biznes, jona. Mundohem të marrë shumë gjëra që i përdor gjatë. Unë si jelë gjithmonë. Goca normalisht e di që në atë moshë do të eksperimentoj i herë me stilet, do shumë gjëra derisa të stabilizohet në gjërat sakta në... Manuela, unë më përpara, të kam njohur nëpërmjet dyqanit, kam qenë një nga ndjekësit më të rregullta të Glowt dhe kam parë përveç veshjeve komode, ato janë edhe klasike që mund t'i përdorim edhe për zyra, për punë, për punët që bëjmë. Në dyqanin tënd dua të më tregosh disa këshilla që ke veshje aty për mua që jam 2XL. Atëherë, Jona, në dyqanin ton, pjesa më madhe është klientel pune, zyre, domethënë. Ky ka qenë fillimi dhe nuk e di pse Glowt i ka ngelur vetëm klasike, ajo sistem e veshjeve. Ne kemi goxha dhe rroba praktike. Por mbi të gjitha jemi munduar që zonjat që janë për në punë të jenë të veshura sa më komode dhe bukur në të njëjtën kohë. Normalisht kur punon në zyra, ka një kod veshjet. Për masat, pastaj ne kemi gjitha masat. Mundohemi të jemi të gjinshme për disa lloj kategori gocash dhe zonjash dhe të përshtatemi gjithmonë në bazë të personit, siç. Disa këshilla për ata që janë pak, për ata gocat që janë pak të kolme. Unë sugjeroj shumë rrobat e ngushta fare. Mendoj që duhet të jesh pak më lirshëm, ndjehesh gjatë gjithë ditës më komode, më rehat, nuk ke atë ndjesin që po të shtrëngojnë rrobat veshur, gjithmonë gocave pak më të kolme, i sugjeroj gjëra pak më të lirshme, më komode, normalisht edhe materialet, po jo të ngjitura të fare pas trupit. Unë si jel gjithmonë ecna. Unë edhe vetë vesh rroba goxha të lirshme, po ta shikoni në story, mbaj goxha gjëra të lirshme për të qenë praktike. Mbi të gjitha ti je bukur, po ti je praktike, Jona, se ti je 8 orë në punë. Praktikisht nëse nuk je rahat, je si në gjendje stresi, mendoj. Pak stresi punës edhe veshja, edhe imagjino si rehat. Po. Duat ti ke klient prej shumë vitesh. Klient të vjetër, themi. Sa i bie ti klienti më i vjetër, sa vite? Kam klient që kam qenë fillimet e mia 11 vite. 11 vite klient. Jam rritur unë, janë rritur ato, janë bërë me fëmijë ato, janë bërë me fëmijë unë, dhe vazhdojmë ta ndjekim njëra tjetrën në dyqan, me ndryshimet e jetës. Shumë interesante. Shumë. Kjo është gjëja më e bukur mendoj në punë. Dhe kur është zonë atë marrëdhënien e mirë midis një sipërmarrësi me klientin. Kjo është pjesa më e bukur që. Unë e kam fjalën tek këto klientët e rinj për shembull që vinë. Ke parasysh atë kur futen në dyqan edhe thonë ja sa të shikoj se vetëm po shoh. Si është qasja ndaj kësaj lloj klientele? Ato mundohem t'i bëj sa më komod në dyqan, që të vinë prap. Ai mund të jetë i ri, po mund të jetë klient shumë i mirë.
shumë i mirë, mund të jetë besnik siç kam klientët e tjerë, nuk neglizhoj asnjë klientel në dyqan. As të rinjt, as të vjetrit. Shkoni te Glow, përveç njerëzve të mirë, do gjeni rroba të bukura. Do kthehem prap tek familja, tek vajza, se edhe me Julian fole për biznesin, edhe zakonisht me ferma si përmarrë, se ne nuk na bie fare të përmendim as bashkëshortët. Po. Tani, mbështetje madhe besoj se janë edhe bashkëshortët në përditshmërinë e një femre të suksesshme, kështu që më thuaj pak mbështetjen edhe si nën, edhe si grua, edhe që ai t'jep gjatë gjithë kohës. Partnerin tim unë e kam si shok. Ky ka qenë parimi im i parë që kam dashur gjithmonë. Kam dashur të jem e lirshme kur komunikoj me të për gjërat që do ndryshojmë, duam të bëjmë së bashku, të jemi shumë komod me njëri tjetrin për t'i folë gjërat. E kam mbështetjen çdo lloj gjëjet. Mbi gjitha e dua shumë se është edhe babai i gocës time. Edhe jam shumë e lumtur për familjen që kam. I merr mendim ndonjëherë për pjesën e furnizimit të dyqanit apo I marr shumë bashkëshorti im ka një sy shumë të mpreth për veshjet. Madje edhe në shumë veshjet mia më jep shumë ide. Sa interesant. Në fillim kisha shumë përplasje se më duket sikur po më ndryshon atë gjën time, por më ka rezultuar që ka pasur drejt në shumë gjëra dhe realisht ja dëgjoj goxha fjalën tani. Interesante. Do të keni të dy shije për veshjen. E që ndim shumë e madhe kjo pjesë. Tash i vetbesimin. Jemi në muajin tetor, se nuk e kemi përmendur, nuk e di keni folur me Julian, po se besoj se keni bërë këtë bisedën. Kemi ardhur në muajin tetor, njihet muaji roz. Jemi në muajin e grave. Unë e di që ti je shumë aktive me këshilla, me motivime, përveç pjesës së biznesit. I rrin gruas shumë afër. Mundohem. Gjithmonë kam dashur të jem shumë mbështetëse për femrat. Është një këtë lloj situatash sigurisht nuk na bëjnë të ndihemi mirë dhe ky muaj është një muaj reflektimi. Më jep një mesazh për të gjitha gratë dhe vajzat. Përpos çdo gjëje, çdo lloj arritje, çdo lloj gjë, mos harrojmë veten. Është mendoj kryesorja. Se njëherë harrojmë ne nënat. Harrojmë veten duke u marrë, po s'duhet. Duhet të jesh mirë ti, që të jetë mirë gjithë familja, puna, çdo gjë. Që mbi gjitha mos të harrojnë, femrat mos harrojnë veten. Shumë bukur. Tek mëmësia. Ne nënat the. Ne nënat. Si ka ndryshuar koncepti për mëmësinë? Kur ishe para se të bëheshe nën dhe sot? Ka ndryshuar shumë. Si mendoje ti se ishte mëmësia? Nuk e di. Ndryshoka kështu pa prit pa mendu. Mendoj që kam ndryshuar shumë pas lindjes gocës. Bëhesh më e përgjegjshme, mendon shumë më herë. Se ke një gjë të vockël që duhet kujdesesh për të, është ajo fryma jote, është qenia jote që ndryshon shumë. Jo na ndryshon, besoj. Ke hequr dorë nga ndonjë gjë tjetër, për shembull shoqëria apo nuk e di. Për shkak të kufizimit kohës, besoj. Nuk kam heq dorë totalisht. Normalisht e ke ditën më të zënë, do mundohesh të alternosh, por më të rradha. Sepse gocat ha goxha kohë, familja, puna do shumë angazhim. Po mundohem të gjej një balancë mes familjes dhe punës. Që edhe ta shijoj, se nuk dua ta shijoj punën time, nuk dua thjesht ta bëj si roboti, thjesht që duhet bërë. Edhe unë do tash një këshill për ato gra ose vajza që janë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Cila është ajo gjë që ti vetë ke pasur frikë apo nuk e di, frikë nga e panjohura më shumë? Kam pasur frikë fillimet pas lindjes, është ajo periudha postpartum. Thjesht do ju sugjeroja ta marrin me qetësi. Po i more gjërat me qetësi, çdo gjë e menaxhon në mënyrën më të mirë, të mundshme. Unë në fillim e pyesja shumë klientet e mia për eksperiencat e tyre pas lindjes, edhe kam marrë goxha info dhe gjithmonë në ditët e mia të vështira thoja, "Ela, po kjo është thjesht periudhë, do kalojë." Domethënë çdo gjë do e menaxhosh siç ke menaxhuar deri tani, do e menaxhosh shumë mirë. Thjesht lëri pak kohë vetes. Po.
Dhe sa mirë ke pas edhe gra me cilat mund konsultohesh e kështu. Po. Çdo kliente që vinte në dyqan unë e pyesja për eksperiencat e tyre me Si ishin ato, ishin gatshme të ndanin historitë e tyre. Po, përgjithësi femrat po. Kjo është e mira, kjo është gjë e mirë midis. Shumë e mirë. Ka gjëra që unë si kam ditur fare. Dhe i kam marrë vesh nga klientela ime, nga rrethi. Sa e realizuar je, Manuela, sot që flasim bashkë? Mendoj që jam shumë mirë. Jam shumë e realizuar dhe e lumtur me çfarë kam. Normalisht e mira nuk ka fund, thonë, por njeriu duhet aq sa ka t'i gëzoj dhe t'jetë falenderuese. Kryesorja. Kjo është kryesorja. Që ne ndonjëherë e harrojmë. Duke menduar, të bëjmë edhe këtë, të shtojmë edhe këtë, po jo, duhet jesh falenderuese për çfarë ke deri tani. Dhe unë jam shumë falenderuese për gjërat që kam në jetën time. Jam e qetë, jam e lumtur, jam në atë moodin tim më të mirë. Këtë ke ndëruar prej kohësh? Po. Ke punuar për këtë ditë? Jam munduar shumë. Në një dyqan tjetër Glow? Jo. Mendoj thjesht të zmadhoj Glow-n, por jo të hap pikë tjetër. Dua të jap maksimumin në atë që kam, po pres ta zgjeroj, normalisht nga ndryshimet duan kohën e vet, dhe kjo është ajo që dua. Dua ta çoj Glow-n fiks aty ku e kam ndërruar unë, që duhet jetë. Manuela, një nga ndryshimet që pëson trupi i femrës është pas lindjes, është edhe pesha. Po. Ne shpesh herë kemi thënë që mos të ngacmojnë femrat e pesha, sepse aty është një pikë e dobët e tyre, sikur shëndoshen, sikur dobësohen. Po ti se ke këtë kompleksin? Unë shpesh e kam thënë dhe jam munduar ta theksoj edhe nëpër videot e mia që asnjëherë nuk duhet ta vësh në siklet një femër, duke pyetur edhe pse je shëndoshur shumë, edhe pse je dobësuar shumë. Nuk i dim kurr arsyet. Unë jam munduar mos ta kem problem asnjëherë. Kjo fillon edhe nga vetbesimi. Duhet të kesh një vetbesim shumë të fortë që mos të lejoj të. Pesha është gjë që ndryshon. Sot mund të jesh e shëndosh, mund të dobësohesh, mund të dobësohesh edhe shumë. Rëndësi ka si ndjehesh ti vet. Kjo është më e rëndësishmja. Dhe unë jam munduar të shijoj gjërat e tjera që më ka ofruar mëmësia. Jam munduar të shijoj gocën time dhe i kam lënë kohë vetes time, sepse në fillime nuk ishte prioritet pesha ime. Ishte prioritet goca. Kështu që çdo femre i sugjeroj edhe të mos gjykoj një njeri që shton dhe vetë mos e ketë problem këtë pjesë. Është thjesht çështje numrash. Kam përshtypjen. Rëndësi ka që vetbesimi nuk vjen nga pesha. Vetbesimi vjen nga vetja jote, nga gjendja jote vet, e brendshmja. Ke goca të shëndosha që ka një vetbesim të paparë na. Ne i shohim dhe unë i adhuroj. Po. Realisht i adhuroj. Mendoj që nuk është prioritet. Nuk mund të them që shëndeti është i mirë, por nuk mund të them që ti duhet ta kesh... Ti je objekt për të bullizuar nga të tjerët, se për pas gjykimi aq i rrept e shkon në bullizim. Manuela, a ka një kohë ideale për femrën që të marri hapa të rëndësishme për jetën, përveç karrierës, të ndërtoj më pas edhe familjen, se neve duket ndonjëherë sikur i bëjmë kështu me plan pune këto gjëra. Atëherë, kjo mendoj që është gjëja më gabim që bëjmë, sepse njeriu gjithmonë do kërkoj më shumë për të realizuar. Nuk mund të them se ka një kohë ideale, por mendoj që nuk duhet lënë shumë vonë ose pas dore. Është gjëja më e rëndësishme. Nëse gjërat e tjera arritjet janë të bukura, je plotësuar, të qenurit nën është maksimumi mendoj i femrës për të qenë realizuar. Kështu që mendoj që s'duhet ta lëm të fundit këtë. Shikoj mesazhi im, domethënë si grua. Edhe unë vetë kam lënë pak vonë, po tani që kujtohem them o Zot, si e kam shtyr kaq shumë, domethënë është kaq e bukur mëmësia sa. Do bësh një beb tjetër kështu se e ke nisur. Se jo. Sa fëmijë do të bësh, Manuela? Po kur i fillon vonë, do shumë kohë tani, se di, unë e dua familjen e madhe, me thënë drejtën. Unë për shembull kam pasur dëshirë të kisha 3 fëmijë dhe doja 3 vajza. Mendoj që është perfektja 3 fëmijë. Pastaj gocat janë bekim.
Edhe çunat janë shumë të mirë, Po, son kam mos i paragjykojmë, po duke qenë femër që mbështet femrat, mendoj që gocat janë bekim për familjen. Okej. Ti flet për familjen, Manuela, dhe nuk e di, ke një shkëlqim kështu të syt. Po ka gjë më të bukur se familja, Jona? E bërë me ndjeshme tani që e bërë nën? Po, ndikon edhe ajo, bësh më e ndjeshme. Ta Më jep empatike. vetë mëmësia këtë lloj. Shiko, bukur është krijosh familje, po në këtë realitet ku jemi sot është pak e vështirë prindërimi për shkak të edhe të realitetit. Për hir të vërtetës nuk mund ta mohojmë dot që adoleshenca sot nuk është sikur, ose fëmijët sot nuk rriten sikur jemi rritur ne. Është e vërtet, po kjo nuk është që ne duhet të, se ka ndryshuar kohët, duhet të mos Të privohemi. privohemi nga kjo gjë. Dhe se gjë e gabuar. E supozojmë se ke një mundësi shumë të mirë për të hapur një biznes si Glow që ke këtu, shumë të suksesshëm, të hapësh në një shtet tjetër të Evropës. Do ta bëje këtë duke u referuar tek ardhmja e fëmijës, sepse shpesh prindrit thonë që ne po largohemi nga Shqipëria për të ardhmen e fëmijës, pra duke harruar veten. Ti do zgjedhje të largohesh nga Shqipëria? Kjo është një temë për mua shumë. Unë jam ndër femrat që gjithmonë kam dashur të investoj në vendin tim. Kam qenë kundra ikjes nga Shqipëria. Ka shumë gjëra që janë për të ndryshuar, por që mendoj që edhe në vendet e tjera ka shumë gjëra për të ndryshuar. Dua ta gjej veten tek vendi im dhe mendoj që edhe fëmia im mund të rritet shumë mirë në vendin tim. Pse jo? Kështu që nuk e besoj. Nuk do ikja. Do jepja fëmijës tim maksimumin më të mirë të mundshëm që unë mund t'i ofroj në vendin tim. Guri i rënd? Peshon vend vetin. Është shumë e vërtet. Edhe unë jam një ndër ato që kam pasur mundësi të largohem që kur linda. Unë jam nga Durrësi vetë edhe prindrit e mi kanë qenë në vitet 90. Por që unë ngela këtu me gjyshin. Dua shumë vendin tim. Është fiks kjo. Unë që atëherë unë nuk jam larguar, mund të kem shkuar për pushime, për takuar prindrit e tjerë. Tjetër shkosh për pushime, po për të jetuar mendoj që e dua jetën afër njerëzve të mi. Është më e bukur. Sa të pëlqen familja madhe me gjyshrit, se ne jemi brez pak a shumë i njëjtë. Po. Ne kemi jetuar mendoj që fëmijët atë. që rriten me gjyshe janë shumë të mirë. E kam thënë gjithmonë, ose unë vetë jam rritur me praninë e gjyshes shumë afër dhe bëhesh shumë e ndjeshme, shumë e afërt. Nuk e di, mund të jem parimet mia të këto, po unë i kam pasur gjithmonë. I vlerësoj shumë sepse është një kohë e artë ajo që rritemi me gjyshit. Çfarë mban mend? Mbaj mend shumë. Unë e kam idhull gjyshen time dhe gjyshin. Dhe realisht ndjehem shumë e fat që i kam pasur afër në jetë. Shumë gjëra ndjej që në përditshmërinë time i kam në të kultivuara nga mami dhe nga gjyshja. Në jetën time, domethënë, shumë mendime. Çfarë të kanë mësuar? Unë mbaj mend, gjyshja më ka mësuar të qep me shtiza, është çudi e madhe sot. Dërsa unë mendoj që nga gjyshja ime kam mësuar të jem tolerante. Ajo ka qenë gjithmonë shumë tolerante dhe fjalë mirë. E këtë gjithmonë jam munduar t'ja marr. E gjithmonë thoshte, s'ka gjëna lëre, mos e din idejat e të menduarit pozitivisht edhe të thoni gjërat. Me shumë pozitivitet. Jo të kapesh me gjërat vockla. Unë këtë ja adhuroj. Ja kam adhuruar gjithmonë. Edhe ja ke marr. Edhe po, ja munduar të marr maksimum. E ke huazuar në sjelljen tënde. Po në pjesën e gatimit si e? Se neve nënat e reja kemi këtë paragjykimin që mëse është e re, kupton nuk di të gatuaj. Gatuaj, mendoj që gatuaj. E mira s'ka fund tani, Recetat që preferon më shumë ose që i gatuan më shpesh? Janë ushqime tradicionale të vjetrat. Gatuaj, familja time gatuaj rregullisht. Çfarë mendon për femrat dikurshme, nënat tona? Dhe çfarë kemi neve sot ndryshe? Nënat tona kanë vuajtur shumë, mendoj unë. Pse? Se di, ndoshta nga sistemi. Sot janë lehtësuar, mendoj goxha gjërat në krahasim me jetën e tyre.
Përgjithësi mendoj nënat shqiptare kanë vuajtur shumë. Sa lodheshin atëherë. Shumë. Punonin pafund. Shumë. Na rrisnin ne. Siç kanë Dhe pas prap sa nuk metoda ankonin. se si, jo, nuk ankoheshin. Kanë pas disa metoda, nuk e di, atëherë nuk ka pas as lavatriçe. Lanin rrobat me dorë si kemi jetuar. Nuk neve, nëse aq sa mbaj Ka mend. ndryshuar, prandaj them, që gjërat kanë ndryshuar dhe Shqipëria është bërë ndryshuar. shumë e bukur për ta shiu tani, jo për të vujt mua siç Po. ka qenë kohra dikur. Sa mirë që e shikon botën me këtë sy kështu, kaq pozitiv. Ku e Më gjen pëlqen këtë? ta shikoj kështu. Dua ta shikoj kështu. Nuk dua të mendoj që të e menduar e vetes tënde fillon dita mirë. Nëse ti e shikon çdo gjë zi, shkon zi e mos zi, e kemi Pa, ne si shprehje. fiks. Ama nëse e shikon pak më me dritë, çdo gjë ndryshon. Unë të uroj suksese Faleminderit dhe shumë. shumë faleminderit që ndave me ne këtë. Faleminderit edhe ty, je shumë e mirë dhe shumë pozitive. Faleminderit.